Kosova dhe sakrifica për Republikën e Kosovës e meriton një qasje më ndryshe. Duhet jem falënderues, duhet jemi mirënjohës, në veçanti ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës që kanë qenë me ne në kohët më të vështira dhe sot e gëzojmë lirinë falë një intervenimi edhe ushtarak, edhe politik, edhe diplomatik. Dhe se sa është impakti në këtë drejtim e dëshmon fakti që para sa viteve Kosova ka arritë të ketë më tepër se 200 milion euro eksporte në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sot apo në vitin 2024 është një cifër shqetësuese që janë afër 37 deri 38 milion do të thotë vlerë e prodhimeve made in Kosova, dhe tëra kjo na obligon që vërtet të jemi më aktiv, të jemi falënderues dhe kjo taks e turpit të i takoj të kaluarës sa më shpejt është e mundur. Po, nuk mund të i takoj të kaluarës në qoftë se bëhet në Kosovë garë për pushtet, nuk ke kuvend, nuk ke institucione dhe tëra kjo vetëm po e izolon Kosovën se sa që po e ndihmon, qoftë për prosperitet ekonomik, qoftë politik, po edhe gjeostrategjik.